Mirëmbrëma vajza. Nga vini vajza? Nga Tetova. Oh, mirë se erdhët. Këto kostume tradicionale kaq të bukura që keni veshur janë të trevës tuaj? Po. Komplimenta. Më pëlqyet shumë, jeni të bukura, të talentuara, por mbi të gjitha, si vajza të reja që jeni, komplimenta të thella nga ana ime, sepse çoni përpara traditën shqiptare. Faleminderit. Faleminderit, për mua është një po. Fantastike. Nuk di çfarë të them, ishit aq të bukura, aq bukur të koordinuara, kishit zgjedhur këngë aq të bukura, do me thonë, gjithçka ishte pa asnjë të metë. Mënyra se si e shijuat për te kërcimit të mësuarit të hapave, qëndrimi, hedhja juaj pulsi, lehtësia juaj, teknikaliteti si së bashku, se ndoshta individualisht kishte probleme ku e ku, skena emocionet e repar, më pëlqyet. Faleminderit që vazhdoni traditën. Faleminderit. Bukuria, kryesisht e femrës shqiptare, po në veri, signifikohet me zanën e malit. Zana e bjeshkve. Tetova nuk ka bjeshk, se shari është lartë. Tetova është gjanë fusht. Me këtë atë, ju mbritët tu në këtë skenë, vallëzuat ai bukur, ashtu si që e tha dhe Castro, si popull, por sot kaq hieshi dhe bukuri, sot kaq aromë Shqipërie. Faleminderit. Bravo, po. Mirarë si prapë. Po.